ndryshe në Top Albania Radio. Max Optika ju fton të përfitoni nga oferta e janarit. Të gjitha skeletet optike janë me minus 50%. Qindra modeleve të koleksioneve më të fundit për çdo stil, çdo nevojë, syze në përditshmëri, syze për në punë apo lexim, të gjitha me cilësinë dhe komoditetin që ju meritoni. Mos u mbisni këtë mundësi. Max Optika me minus 50% ulje në skeletet optike. Ju kujtoj se oferta është e limituar vetëm brenda muajit janar dhe Max Optika, Max Your Vision. Kur e lexoj ndonjëherë ngatrohem, kur e them kështu, po pra shumë mika, dhe gjithsesi Maxi si ka qenë? Maxi top. Mirë, okay. Mirë, e lam atje, Eriol, domethënë dëshira për të qenë e famshme. Çfarë sjell? Se kuptoj, duhet shkoj njeriu deri në këtu apo ky është një trend i atyre që kanë filluar televizioni, me që ti edhe ti kështu e ke filluar, sa vite ke që bën televizion ti? 5-6 vjet i ke, ha, që po. Tani ti në bike që shumë e kontrolluar. Dhe bravo të qoftë që e kontrollove veten. Të paktën unë kisha vetëm tonalitetin e zërit të ngritur, nuk është se kisha eskalime në gjëra që dhe vetë patenta e Big Brotherit dhe e detyrimit moral njerëzor. Tani ky zëri i ngritur të bëri mirë ty në famë apo jo? Po më bëri mirë se askush aty nuk e meritonte të më bënte mu burrin brenda 4 mureve. Siç këtë gjë e shoh tek personazhi Casey, jam shumë e skandalizuar nga videot që shoh që shpërndahen dhe fjalorit të tij. Unë mendoj që Casey si personazh ka ngritur një kult sedre që në përputhen dhe e ka vazhduar këtë dhe i mshon fort dhe në Big Brother. Por unë mendoj që ai duhet i mshoj vetëm reflektimit të tij, sepse del më burr duke mos bërë këto që ai bën. Nuk mund të flasësh ti për ereksionin, nuk mund të përdorësh ti 2 femra, nuk mund t'i masësh atit sa e ka dhe si e ka, se s'dua të përdor epitete për këtë lloj personazhi, dhe nuk mund të quash veten burr në qoftë se ti në atë lojë je ose për një histori dashurie, ose për të dalë si bullizues dhe si ofendues, ndryshe nga gjithë personazhet. Unë mendoj ai nuk meriton kohë televizive. Nuk po e tregon. Ai historia e dashurisë pastaj nuk është histori fare. Shiko ku është ideja. Ai pa që u fut Stelina dhe i bëri surprizën. Ai nuk e dinte se do hynte Ina, se po të dinte Casey se do hynte Ina, as surprizën nuk do e bënte me Stelinën. T'jemi po mirë, e shem më të prirur ndaj Inës se sa ndaj Stelinës. Unë e shoh të prirur ndaj minutazhit televiziv dhe Prime-it. Ai është një njeri egocentrik dhe po një llos veten e tij në mënyrën më shëmtuar të mundshme. Monik, se do thon pasaj fundja fare për këtë është bigu. Po patjetër që po, moj. Që ndodhin këto gjëra. Për këtë është bigu. Ndodhi se gjëra ka nga më të ndryshme që mund të ndodhin. Dhe nuk është një big që të ndodhi duke fyer njerëz, duke përdorur një fjalor kaq un kam përshtypjen që këta janë bosh. Ky Casey njerë për mua është bosh fare, sepse është një djalë që nuk i ke dëgjuar as një moment, edhe me të dashurën e vet, po edhe një moment që është edhe me një shokun e vet, nuk i ke dëgjuar një fjali të bukur, nuk i ke dëgjuar një mendim të bukur. Po ai qëllimit e ka arritur, po diskutojmë për të tani neve. Siç thot, po? Qëllimit e arriti, po diskutojmë për të tani. Për shkak të sjelljes së tij. Po ja këtu është pikërisht gabimi që ne po bëjmë. Të gjithë neve. Javës tjetër. Jo, ne nuk po diskutojmë se është më i miri, ne po diskutojmë sepse ai ka prekur limite. Ai ka arritur qëllimin duke thënë që unë u bëra objekt bisede për mua apo për keq. A mund të them diçka, të lutem, se Salcano me këtë më kuriozoi. Se në fakt qëllimi ky është, edhe ky s'është gabim, që me evidentu me qenë prezent në Prime. Dhe këtu po gabojnë të gjithë, se po e shkelin gazin më shumë se ç'duhet, edhe kjo vjen si faktori formimit të gjithë secilit, kam përshtypjen unë, dhe se unë thash nuk du të merrem, por këto dy kanë dalë totalisht nga vetja, e kanë derdh kupën në mënyrën nuk ka ngel as i pik, se nëse ka të tjerë që kanë egzageruar me sjelljen, se është normale, aty akumulohet shumë stres. Po mendoj që këta dy vërtet e kanë ndoshta nga dëshira për protagonizëm. Po ne flasim edhe për Kristin. Pa një losur, pyetja që bëri Salsano. Ku është dhe Kristi? Po them Elona që kanë zauru çdo mundësi. Ai e ka për 3 muaj dhe ai ka të blerë të piramidës që në Big Brother, që është reality show më i ndjekur, ja kjo ndot. Po dhe një gjë, dhe s'dua të flas më për Casey që më vjen shumë keq, është para një jave e kam dëgjuar tek Dhoma Gjumit të thotë që këta janë futur
për famë, për vëmendje dhe në një farë mënyrë shau të gjithë njerëzit, aktorët e teatrit, të kinematografisë, personazhet publik që kanë 2-3 dekada, artistë të rinj, pra që shau të gjithë pjesëmarrësit e Big Brotherit që janë futur për vëmendje për famë. Po ti kush je? Çfarë përfaqëson Casey? Uroj që kur dalësh jashtë ta shohësh. Ti që shan gjithë këto, kush je ti? Çfarë përfaqësoj dhe çfarë po bën ti për të konsideruar një personazh? Ai tha një moment, unë jam fenomen, tha kam ngrit gjithë Shqipërinë këmb. A mund diskutojmë për ne, kam sinqerisht. Ka diçka më fal se unë bëra. Filloj Monika një sekond. Filloj Monika. Ke program, vazhdo. Vajta lutem, po Monika. Vazhdo, okay, po unë them atë. Jo, ideja është, ja arriti 17 banor ke shtëpia. Jo, unë jam shumë koherent në ato që them. Unë e thash dhe shpar. Mbaj këtu mikrofonin mos a dilte. E thash dhe shpar që do preferosh të mendosh pozitivisht apo jo negativisht. Dhe unë du jo negativisht dhe këtë po përpiqem të bëj. Në 17 banor që ka shtëpia, mendoj që i dham kohë mjaftueshëm këtyre, do të flasim për ndonjë banor tjetër. Ja, do të pyes unë ty. Cilët sipas teje ka Monika? Vazhdo ti do gërmosh. Ja pra, se ju jeni fajtor që edhe këta bën, se edhe ju shife nga 17 banor që janë aty, promovoni vetëm këta që kanë degeneruar. Ja pra, është një smundje kolektive. Dhe përpara një tavolime me dy zarfe. Po më shpresoj që ato zarfet e zi të reflektojnë. Ne po i dënojmë, po flasim po i dënoj Mari, nuk po i radio ka kofoni radio. Do të them unë nuk vi më se do bëj ca eksperimente me veten një herë se mos më ftoni një dy javë. Tek për tek kok në kok. Çfarë fiton ti kur shef Big Brotherin? Unë çfarë fitoj? Çfarë fiton një njeri që shef Big Brother? Shiko, tani një njeri që shef Big Brotherin pavarësisht do të shikoj lojën, se të intrigon loja. Por më tepër që ka qenë vet pjesë. Aq më tepër që unë kam qenë edhe pjesë e kësaj gjës. Si është intriga domethënë? Sigurisht, intriga. Sigurisht që do ketë momente shumë të vështira dhe sigurisht izolimi aty bën që ti të dalësh edhe nga vetja. Por i zoti e asaj loje mendoj dhe me sa e kam studiuar edhe jashtë është kush di ta përballi këto lloj presioni që ka Bigu brenda. Në rregull e pas ka ky provokon gjithta. Për sa i përket djalit në fjalë, do të them që ai është fenomen që kur të dali do mbahet mend që rinin e vet, Casey, rinin e vet është modeli më i shëmtuar. Po ka dhe njerëz shumë të mirë që unë e dua shumë, për shembull këtë Kristin. Është një djalë që po prap mos më shiko ashtu se kam një kështu. Mos u shihni shumë këtej shihni. Se si më shef kështu me një sy. Kuptohen me syra, me ta syra. Nuk është shumë dakord. Ça nuk fitoj unë më nga Bigu, jo ça fitoj, nuk fitoj atë kënaqësinë se ky personazh dhe disa personazhe, Janina Casey kryesisht, i kanë dhënë ngjyra shumë të zeza asaj shtëpie. Dhe është ky Big më i dobët se Bigu yt? Nuk mendoj që nuk krahason më mirë me keq. Nuk matet respekti, nuk matet as cilësia apo kush ka qenë. Unë mendoj që janë personazhet, se shiko ku është ideja. Nëse dikush nifte dikë, flisnim për emra. Ky Big nuk është se ka emra që të bëjnë emisione apo të trajtojnë, të na surprizojnë. Pra janë emra në ndërtime sipër. Kjo është problematika. Po nga se vjen ky ndërtimi? Kush si e ndërtohet? Eksperienca të shkurtëra televizive, nëse po nganjëherë edhe televizionet bëjnë gabimet e tyre. Por mua edhe televizionet bëjnë. Unë dua të pyes Arin. A mund ta pyes Arin? Domethënë në këtë Big me që Ari do të mos mendoj negativisht dhe të sjellë shumë pozitivitet nga këndvështrimi i tij. Duhet të eksperimentosh. Duhet të eksperimentosh. Për shembull, se pak më parë, le të flasim për gocat që ty të pëlqejnë gjitha. Të duken në këtë edicion më inteligjente se çunat. Jo gjitha, që gjërat janë, si më thon, gjithmonë në raport me çfarë? Në krahasim me çunat, në krahasim me çunat janë shumë superiore. Shumë superiore, ha? Në sensin që, dëgjoj, ajo është një lojë dhe në lojë njeriu lun edhe me pjesë të vërteta edhe me pjesë lojës, pra që ti je aktiv. Ai miri për shembull nuk e fik kurrë atë pjesën e lojës, është gjithkohës, pra, okay. Po në aty ti nuk fshet dot edhe atë që ai e vetvetja, kupton se nuk mund të bësh lojë, se njeriu ose në fundi njëri lun, ai që lun vetë, kështu që veten do t'rregojë edhe s'ça do të. Për mua dhe gocat i ka palos pak miri në aspektin metaforik të lojës.
Çfarë do të thënë? I kanë nxjerrë çik në hije thotë kjo. Unë Ka edhe të grupi vetë jam vetë, si me thënë, i ka gjykuar se do kështu thonë Po, pra, doli se nuk i Eriola të le. flasi kur vetë ka luajt alianca me Julin. Julin, Po, pra, nuk i le me qenë por, protagoniste, si me këtë thënë. vit mendoj që nën koshencën e tyre ato janë vetë ofruar të përdoren në aspektin e lojës dhe nga miri dhe më vjen keq Për kë goca e ke Selin, fjalën? më vjen keq edhe për Selin e cila supozohej, mendohej që mund të ishte edhe fituesja e Bigut, por kur shoh Stelinën, ajo do të bëj lojën. edhe shumë e shumë goca, të cilat po çaj mbaroi loja se deri te krevati nuk u fol më. Po flet, po i kundërvihet Mateos edhe Brikena, se kupton? Po ajo aty bëri gabimin që u nda, sepse për mua krevati ishte ngjarje themine Po në nuk shet teatr, të apo jo? vjetën Jo, ku shet? Se Timona thua duhet vazhdonte krevati, ë? Po edhe Shet intriga, intriga, shet. shet Se intriga. tek e fundit është lojë edhe Po pra, ne po bash këto për për se ne nëse duam të luajmë në këto gjëra do luajmë, nuk do luajmë në thyerje banale të njerëzve. Ose në Dëgjoj, mirë, lojë rasti. Eriol, Një krevat mos harroni që bëhet gjithmonë problem kudo. E kam pyetje për ju të dyja. Me që Miri është mosha e babait të saj, tashti unë mendoj, unë kam një dyshim që ajo ka një ndjenjë për Mirin ose ka pasi ndjenjë Dhe për se Mirin. mendoj fare këtë, ajo po Po ti e luan në mendon kështu? mënyrën 100% me Mirin. Jo, unë mendoj që nuk flet goja e flet trupi. Dhe Gjuha ti trupit normalizosh thot. dhe ti jesh aq komfort me prekjet e Mirit. Po, s'ka Do të thotë që bëjë ajo. ka një kështu, ë? Shiko, nga njerë gjuhën e trupit ti do ta çosh edhe për spektakël. Nuk ka Aq fare gjatë? problem. Pse gjatë? Për spektakël Të kujt? duket gjatë, ty të duket gjatë, mos më Unë me duket thënë gjatë. drejtën kam limite, unë afrojmë këtu në mikrofon me ty se je grua, je zonjë. Ua, se po di t'ishte çka ka ndodhur mashkull. herën e fundit kur ka qenë me Monikën? Po ti sa unë aty s'do. Jo, Eriola do që herën e fundit ka qenë Paloma aty me Monikën dhe duke folur u puthën në buzë. Po se erdhën nga që u Se mos do ta ripërsërisësh të moment Monika. Unë ndryshe Se nga po më duket si Selini, deja nuk i vu se kam qenë dhe unë nga emisioni. E mban mend që Po mu duk si deja vu tani se kam qenë Atëherë dhe ne mund ta kishim bërë kështu që ti Monika të vje këtu, unë të vje Eriola, çojmë se si do kishte marrë me mikrofonin Eriola. Po, edhe Rritja këtë ti mund ta bëj. Po pse ke problem që ti je afër me edhe me një mashkull? Dëgjoj, një femër gjithmonë, një vajzë duhet të ketë limite, afërsie me tjetrin. Nëse ti nuk ke nuk e përballon dot energjinë që ka tjetri. Kur tjetri të prek flokët dhe të afrohet fizikisht, mendoj se ka një lloj pëlqimi qoftë edhe miqtor, karnal. Po Jo, më kurse unë mos e mendoj çoj, që- jo, nuk jo, jam unë fare. Jo, mendoj unë që- çoj aty se atë mendim kam dhe jam Po, koherente, mua kishe aty- ndryshe. Edhe mua aty më shkon me Edhe me mua thotë. në bindi kur të dela flokët, kërcenim, bënim, afroheshim, por A fjetë kur në krevat për 38 ditë. po nuk fjeti beni me unë po të kisha fjetur, unë do bëja spektakl, s'do dilja, do fitoja. Do fitoja unë dhe Me këtë do krevati. flijemi Mona, me Ilirina. Po gjë, unë ma e mena ato prajmet e para, unë se njifja fare këtë gocën, ase kisha pa që ka prezentu dhe një festivale, se dje, ishte balerin. Se dija. Kush është kjo? Për Selin. Është prezantuesi Selin. Ka bërë një gjebreni gjë kështu. Nuk e di fali. Ashtu pra tani në më kanë festival. dalë to video kështu, edhe po nuk e njihja shumë interesante, si më thon korrekte, zonja në punë, por që njofta ke prajmi parë edhe i dyti e me radh, vetëm për këtë u duk sikur Bigu Dhe mos ishte. harrojmë që ajo është 23 Vetëm vjeç. kjo me dhe në këtë Raport sens me moshën ka një inteligjencë interesante. ka mendjen femër vjen dhe keq, e luajti inteligjente këtë dhe- në limite. Ore çdo gjë në fund nuk është ndaj krim me lut në limite. Unë pse thash dhe shpar që gocat janë superiore, se kanë lujt Po por nuk mos u kanë bërë intimidon nga eksese. loja jote. Nëse luan me limite, mos u intimidon nga loja jote Jam dhe shumë mua më dakord, vjen keq dëgjoj. për Po mirë, pra. Selinën se është vajzë shumë e artikuluar. Po prit më ka Jo, kohë se ajo, Viki, ka se kohë. Selina me është shumë mirë. Po pra. Selina po luan lojën e vet në mënyrën më momentalisht të është mrekullueshme. në hije. Ti nuk pranon Për mua lojën e është në hije. Selinës. Fakti që ne dyshojmë, ajo e ka rrit Shiko, qëllimin. Eriola është, unë mendoj që Eriola është më rregull nga ne. Jo, Eriola që- siç dënon Selinën që bën këtë veprimin, dënon dhe Kesin që thot këtë fjalën, Jo, dënon nuk dhe është atë Selina me bullizuesin. Kesin, të Do lutem me mos i thënë, jo, ngatroj. nuk po i paralizoj. Jo, Po po them për që situata të Eriola ndryshme. ishte në të gjithë në gabimet dhe në vijin jo të drejtë të gjithë. Ja pra këtu Po pse po bë ka një lojë spektakolare se është në një krevat? Më fal. sepse në një krevati Pse? bën biseda nga më të s'kan ndryshme. fol për Po ja pra fal, ja ta dëmon Elona, ta Nuk them. thua lojtare
super inteligjente. Një sekond, ka dhe përgjigje Ari, ka Po ja ta them unë pse përgjigjen dhe sa po e thash indirekt çfarë, sepse thash unë se njeh fare këtë zonjushën dhe unë njofta me të dhe bile edhe kam filluar dhe jo vetëm njoftja e para ke Po çfarë mban mend ti të ketë thënë ajo? Përveç se thua i di një histori krevati. Po ta thash pra duket aq e artikuluar dhe një njerëz që të menaxhoj situata aq të delikate. Me aq dinjitet, s'është e thjesht fare kjo tregon që është artikuluar. Një gabim ka. Dëgjoj fal, me që jemi këtu, dakor, me që folet për këta që për mu ekstremet e negativitetit, me që s'du të merrem fare ato, janë këta dy djemt që përmendet. Tashti ekstremet e pozitivitetit, jo të pozitivitetit, por e lojtari të ekuilibruar që luan në limite dhe pa është Kristi me Selinën. Se lojtar tjetër për mua i fort prapë është dhe Brikena dhe Miri. Po të dy kanë çedu në edhe scenari por se themin e ç'a bën. Ç'a do bësh pra, do menaxhosh situatat që do prezantohen. Do flasësh rreth tyre dhe mënyra se si do i trajtosh tregon sa i aftë je ti. Dhe kjo është nëse Eriola ka një, po them, ka një lojë me dikë që e do apo se do. Ka ndjenja apo s'ka ndjenja. Kur kaloj e pa apo se pa, kjo do i çeloj. Kjo është lojë. Jo, për sa i përket këtyre dyve tani për kur themun që ti Eriol, çeti kush ta ka bë të fytyr kështu ajo, nëna jote ta ka bë ty. Bravo, këtë jemi që këto janë futur në lojë. Dhe loja ne, apo flasim për një Big Brother, apo flasim që duam të shikojmë lojë, të mos shikojmë fyerje, bullizime, gjëra. Atëre kur luhet, pse fillojmë dhe ndikojmë tek ato? Jo, nuk kanë asnjë problematik. Ishte një situatë. Ajo vajza për shembull, por mua ka luajtur më mirë se sa edhe juve, edhe ne, edhe ca Jo, të lutem fol për veten tënde, dashur Monika. Jo, unë them mendimin tim, nuk thash mendimin. Ka një gjë. Më vjen keq, thash për Selinën, se është artikuluar dhe zgjuar dhe gjitha për moshën që ka, por kishte një situatë ku i vuri gishtin 5 meshkujve, ndërta dhe Mirit, që ju po do me thënë i bëri fajtor për një situatë për vetëm. Po pra, jo, këtu nuk ishte gabimi i saj, ishte që nuk e vazhdoi, por direkte pasi i akuzoi ndërta dhe Mirin që nuk janë sjell mirë me të, vajti sikur s'ka ndodhur asgjë. Pra, ti pse e bën këtë gjë? Se është oportuniste më edhe është loja dhe ka aleat. Po patjetër, dëgjoj, është ajo shpreha edhe Dëgjoj, në Romak të lashtë edhe perandorët Romak thonin që armikun duhet ta mbash më afër mos i shpreha si herë këto mendimet qofshin këto negative, për më tepër nëse janë. Vlen një trastin bik? Domethënë trasti që të iki Casey, çka ka ky Casey e ka ky çuni? Ata diskutojnë pas lajmeve. Nga kjo Ina dhe lidhet me tjetër. Ka lajme po, pse ku do ikësh ti? Mbarove tenisin për sot. Mirë. Ari do largohet Monika këtu, nuk li dot nga Ulodha. Po nuk do të flas më Ulodha. Mirë, unë mendoj që Ari le të largohet, s'ka problem fare. Faleminderit, mirë bashkë. Që faleminderit që ishte me ne Ari deri 7:30. Po. Ari, ua iku me vërtet. Mirë, ne do të takojmë vetëm pas pak se kemi shumë pyetje për Monikën. Si ishte ajo pyetja që le në pikë pyetje? Pyetja që le në të kaloj këtu që të mos. Po zemra, po që mos puceni. Iku me vërtet. Po ku di unë ç'bëri? Le të dëbojmë Arin nga. Iku mori çantën iku. Po mirë, rrugë të mbar. Dgjoj, faleminderit. Pyetja ishte a vlen tradhia në Big Brother? Pas orës 19 me Eriola Doçi, me Monika Lubonjë, me Lonën, me Salsanën, po kemi edhe telefonata pas orës 19. Yes.